jemi të gëzuar që këto ditë, jemi këtu ndërmjet jush, nuk mund ta fshejmë dot gëzimin, me shumë gëzim i prisnim këto ditë. Që kur morëm vesh që do vinim vëllezër edhe kishim programatizuar që do vim që në gëzimin që do të merr se për ju erdhën ata, do vinim edhe ne që andaj nga energjia. Edhe me shumë gëzim erdhën vëllezër, aleluja, sepse si tha dhe vllai, ju duam dhe na doni, edhe të gjithë duam Kristin. Amin. Aleluja. Edhe që këtu stërvitemi vëllezër, që të duam njëri tjetrin, që një ditë të mundemi të jetojmë përjetësisht me Kristin atje lart. Aleluja. Falënderoj Perëndin, s'do të marr shumë kohë, si tha dhe vllai, që të marrim të gjithë. Aleluja, 10 minutë të kohë. Do të lexoj nga Mateu, kapitulli 7, edhe nga vargu 24, ku thot, kapitulli 7, vargu 24, edhe nga kapitulli 8, 4 versat e para. Dhe thot, kushdo pra që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i bën, do ta krahasoj me një njeri të mençur, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi sken, dhe ra shiu dhe erdhën lumej, dhe fryn era dhe u përplasën mbi atë shtëpi, dhe nuk ra, sepse ishte themeluar mbi sken. Dhe kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe nuk i bën, do të krahasohet me një njeri budallak, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi re, dhe ra shiu dhe erdhën lumej, dhe fryn era dhe u përplasën mbi atë shtëpi, dhe ajo ra dhe renja e saj që e madhe. Dhe ndodhi që kur Jezusi mbaroi këto fjalë, turmat mbetën të habitura nga doktrina e tij, sepse ai I mësonte si një njeri, si një që ka autoritet dhe jo si skribët. Kapitulli 8, vargu I parë dhe në 4. Tani kur ai zbriti nga mali, turmat të mëdha e ndiqnin dhe ja një lebros erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: O Zot, po të duash mund të më pastrosh. Dhe Jezusi e shtriu dorën, e preku dhe I tha: Dua, qofshi pastruar. Dhe menjëherë lebra e tij u pastrua. Atëherë Jezusi I tha: Ruhu, se ja tregon kujt, por shko paraqitu te prifti dhe shpir dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu, si dëshmi për ta. Amin, vëllezër. E falenderojmë Perëndin vëllezër për fjalën e tij që na jep, edhe na jep kur lexojmë fjalën, është ajo që na mbush. Është si ky ujë I gjallë që na mbush shpirtin edhe njeriu tonë frymëron, edhe marrim jetë. Këtu na mëson Zoti e thot kush pra që I dëgjon këto fjalë të mia dhe I bën, do ta krahasoj me një njeri të mençur që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi sken, dhe ra shiu dhe erdhën lumej, dhe fryn era ato. Vëllezër, jemi të gjithë të ftuar, të vegjël dhe të mëdhenj. Mbase je sot një vëlla që ke shumë vite në Krishtin. Mbase sot je një njeri që ke besuar ka pas pak shumë kohë. Por Zoti na thon të gjithëve që të jemi edhe fjalën e tij ta vëmë thellë në zemër e të bëhet prioritet gjëja e parë në jetën e tonë të përditshme. Që në mëngjes, që në drekë, në darkë, kudo, gjëja e parë, e them në radhë të parë për veten time të jetë vepra e Krishtit. Të dua t'i shërbej Krishtit unë personalisht, nga unë do shkoj në familja time, në bashkëshortja time, në fëmijët e mi, edhe kështu shtëpia time, do t'jetë jo t'i tregoj shkoj në vargu I fundit, jo t'i tregoj unë botës, po Zoti të zbulohet botës nëpërmjet mua. Jo t'i tregoj unë botës me fjalët time, me t'ja u shpjegoj, t'ju them, t'i tregoj, por Zoti t'i zbulohet nëpërmjet veprave të mia. Aleluja, vëllezër. Edhe thot, dhe ra shiu, thot, dhe erdhën lumej dhe fryn era. Vëllezër, shpesh kur lexojmë këto fjalë, edhe na vete mendja në sprovat e mëdha, ndonjë sëmundje, ndonjë kush e di çfarë mund të lejojë Zoti, mund të vinë edhe si bekimesh vëlla në jetën tënde. Mund të vinë edhe lumej bekimesh. Mundet që puna tënde të shkojë mirë, mundet që çfarë do gjë që ti kërkon Zotit të ta japë. Mundet që ti t'jesh në fokus të bekimeve, të shikojnë dhe them, si ky vëlla, ose si kjo motor. Bravo. Edhe këtu
je i ftuar, jam i ftuar që të qëndrosh. Edhe kur bekimi të derdhe në familjen tënde, edhe kur shiu i lavdis të Perëndis të jetë bollshëm në familjen tënde, në shtëpinë tënde, në veprën tënde, edhe këtu Zoti na fton që të jemi të qëndrojmë në Zotin. Të mos fokusohemi në mora atë që i kërkoja Zoti, tani mbaro, e kam atë i kërkoja Zoti që të martohesha, i kërkoja Zoti bëja fëmijë, tash e bëra fëmijë, tash i kërkoja Zoti që të më jepte një punë, tash puna time, nxjerr të ardhurat të mira, do shkoj këtu, do shkoj atje. Jo, edhe këtu qëndrosh, duhet të qëndroj, të shërbej Zotin. Edhe çfarë, akoma dhe më shumë. Tani jam mirë them me familjen time. Jam mirë nga ana ekonomike. Kam marrë atë nevojën që kisha, që i kërkoja Zotit. Akoma dhe më shumë të shërbej Zotin. Akoma dhe më shumë. Edhe thot, u përplasen, mund të përplasen bekimet e Perëndis. Me të vine, të t'japë Zotit, të bekoj Zotje. Edhe këtu kesh themelin Jezus Krishti. Sytë në Zotit. Zot tha, kemi gjua shpesë e vlezit. I kërkon të më jep Zot një makinë, kem një makinë që të shërbej ty. E moj një makinë në supa me. Jo, do t'i shërbejmë Zotit me makinë, për vlezit, për motrat, në shërbim të veprës të Perëndis. Aleluja. Edhe thot, dhe kushdo që i dëgjon këto fjalë të mira dhe nuk i bën, do të krahasohet me një njeri budallaq që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi re. Edhe shtëpia tonë është Krishti vetë, themeli tonë është Jezus Krishti. Është shumë si ta thuash, kur kujtojmë vëllezër atë dashurinë e parë, se si erdhi Zoti, atë do të kthehemi të kujtojmë një atë dashurinë e parë, se si erdhi Zoti tonë në jetën tonë. Edhe ndonjëherë kur tani kemi ndonjë problem ose hasim ndonjë problem ose vjen i ligu edhe në mendje tona na flet. Ja, beteja këtu në mendje tona në zemrën. Ja jo motra, ja i vlla, ja kështu, jo njëra, ja tjetra, ja problem. Edhe ndonjëherë vëllezër e kthej mendjen e them, ku është i dashur i zemrës time? Kurse unë tani mendoj gjëra të tilla. Ku është Jezus Krishti që më deshi që në fillim me ajo dashuria që unë ecja me autobus nga fshati për në Kish, edhe më vinte që ti pushtonja të gjithë. E tani po më ndan kjo gjë nga ajo dashuri, nga ajo dashuria e Krishtit. Po më ndan ky problem, po më ndan kjo gjë e vogël. Të shkoj ta ka vllai i them, vlla, këtu më mërzite, këtu më trishtove, këtu nuk ndjem mirë. Edhe ta gjej me vllai, ta pushtoj ti them atë që edhe vëllezër, gjithmonë Zoti kërkon që ne të kthehemi atje në ajo dita ku e njohëm, atje ku ishte dashuria e tij aq e madhe në jetën tonë. Tani mbase kemi arritur diku edhe themi mësuam shumë gjëra, i dim mirë, kemi përvojë, po nuk është ajo vëllezër. Maksimumi i dashurisë të parë, atje duhet të arrijmë të gjithë. Dashuri e parë, mos e lërë dashurinë e parë. Edhe eci më poshtë thot, tani kur ai zbriti nga mali, turma të mëdha e ndiqnin dhe ja, një lebros. Erdhi dhe adhuroi duke thënë, o Zot, po të duash mund të më pastrosh. Tani kur ai zbriti nga mali, turma të mëdha dhe e ndiqnin. Dhe një ishte lebros. Një ishte që shkoi. Ti mund të jesh një, unë mund të jem një. Ti mund të problematizohesh. Që pse vllai, pse Zot, jo pse vllai, pse Zot. Ja, dëgjoj Zot, që dëgjoj, lutem. Nuk po besojnë akoma. Mamaja time, babaja time, motra time, ka folur këti vllai, nuk po vinë akoma. Zoti thot, një. Ti je një. Edhe vepra që ka bërë Zoti në zemrën tënde, në jetën tënde, është ajo që ata do ta shikojnë, edhe do të mrekullohen, edhe do të besojnë. Edhe sot, thot t'i dhe një lebros, erdhi dhe adhuroi, duke thënë, o Zot, po duash mund të më pastrosh. Sot vëllezër, si ndjehemi përpara Zotit? Ndjehemi sikur kemi bërë gjitha
kemi hapë bekimet e Perëndis. Jo, vëllezër. Edhe unë i pari më them që vi sot si një njeri mëkatar përpara Zotit. Vi edhe i them Zot, më pastron. Edhe Zoti çfarë bëri? Zoti e shtriu dorën e tij. Le ta bëjmë Zotin vëllezër, që duke i hapur zemrën tonë, Zoti të shtrijë dorën e tij. Të shtrijë dorën e tij e sot na bekoj të gjithëve. Na preki të gjithëve, na japi të gjithëve atë që kemi nevojë, që ka nevojë shpirti, që ka nevojë zemra, na përgjigjet në lutjet tona, në nevojat tona, në kërkesat tona. Edhe Zoti tha, Jezusi i shtriu dorën, e preki dhe i tha, dua qofshi pastruar. Jemi të pastruar, vëllezër, siç dëgjuam me gjakun e Jezus Krishtit. Gjaku i Jezus Krishtit është ai që çfarë do lloj gjëje që të kemë bërë, ose e sjell përpara tij, pendohen edhe gjaku i Jezus Krishtit më pastron. Aleluja. Edhe thot, dhe me njerë lepra e tij u pastruan. Dhe me njerë Zoti na pastron. Ka që ti estesh? Ka që ti estesh vëllezër. Ulesh 5 minuta, ulesh 10 minuta, gjysmore, një orë sa jepet çdo njeri tani. Kërkon gjakun e Jezus Krishtit, kërkon praninë e Zotit, vjen Zoti e viziton edhe shërohet. Shpëtohet ai. Po pse nuk duhet të shkoj tek ai mala, tek ai venta, të shkoj atje në ai filan vend ku nuk është e nevojshme. Si sta dhe vllai, është këtu, është edhe tani atje në Greqi me vëllezër. Është kudo Zoti, është në tet. Atje ku 2 ose 3 thot. Edhe shpejt vëllezër thotë me një letra ti u pastrua. Atë Jezusi tha ruhu se i tregon kujt, por shko paraqitu te prifti. Edhe neve vëllezër dalim nga kisha. Ndonjëherë kur isha më i ri edhe më pa përvojë në gjërat e Zotit dhe desha t'ju flisnja të afërmëve dhe të mirë t'ju thosha t'ja mësonja të gjitha gjërat, ato që kisha mësuar. Por nuk ishte kështu, ishte entuziazëm. E çfarë bësh ndonjëherë arrinim sa kishim edhe kështu kontradikta sa të zishim fare. Kurse tash thot Zoti mos i trego thot atyre. S'është nevojë t'ju tregosh, ata do të shikojnë thotë. Ata e panë fytyrën e Mojsiut thotë. Edhe ajo shndriste. Çfarë duhet të bëjmë ne vëllezër? Të lidhemi, të hyjmë në praninë e Perëndis. Të mbushemi me frymën e shenjtë. E çfarë do të bëjmë? Zoti do të tregojë atyre për ty. Zoti do t'ju zbulojë atyre për ty edhe për mua. Edhe fytyra tënde do jetë diçka tjetër. E hishme, i bukur, edhe Perëndia do të jetë vetë ai që do të shndrisë. Edhe thotë, shko tregoju, shko thotë ruju se mos i trego atyre. Mos i trego se nuk kuptoj vëllezër. Unë i kuptoj gjërat që unë flisnja përpara se të besonja me një vllaç krishterë. Unë shkoj në xhami, edhe kishim kështu kontradikt. Edhe i kuptoj që unë atë nuk e kuptoja. Edhe lavdi Zotit që mos jam një ti nuk e kuptoj atë, as ata nuk të kuptojnë ty, por çfarë? Mbushur me frymën e shenjtë, mbushur me pranën e Perëndis, ata do të kuptojnë. Do të shikojnë këtë ndryshim. Por shko paraqitu te prifti dhe shpjeg dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu. Mojsiu është ndërmjetësi atyre i ligjit të Mojsiut. Kurse Mojsiu tonë kush është? Jezus Krishti. Aleluja. Edhe ndërmjetësi tonë. Shpjeg dhuratën. Çfarë ka dhuratë Zoti? Zoti ju do. Zoti ju bekon. Fali, jepi nga koha tënde, t'jam nga koha time. Të shkëmbej një fjalë, t'jem kripa për në një bashkësi, në familja, në afërmi, në puna të jem drita atyre. Aleluja, kjo është vëllezër dhe si dëshmi për ta. Edhe Zoti do të punoj, sepse Zoti është ai që e tha do t'iki, por do të le frymën time, edhe fryma time do të banoj jo vetëm me ju, por do të jetë brenda jush. Aleluja vëllezër, Zoti na bekoj gjithë. Amin.